Presidenti francez Emmanuel Macron po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri, ku është pritur nga kryeministri Edi Rama në kryeministri. Kjo është vizita e dytë e Macronit në vendin tonë, por e para shoqëruar nga bashkëshortja e tij Brigitte Macron. Gjatë takimit dypalësh të shoqëruar nga ambasadorja franceze Catherine Suard, dy liderët nënshkruan disa marrëveshje për thellimimin e bashkëpunimit në fusha kyçe si mbrojtja, turizmi dhe energjia. Një ndër arritjet më të rëndësishme ishte edhe marrëveshja për blerjen e sistemit të vëzhgimit ajror nga një kontraktor industrial francez, një mbështetje strategjike për forcat ajrore shqiptare. Në konferencën e përbashkët për shtyp, presidenti Macron theksoi se vendi juaj është në BE, mbyllja e negociatave deri në 2027 është një realitet. Kryeministri Rama e cilësoi vizitën si një moment të rëndësishëm për marrëdhëniet Shqipëri-Francë, të cilat po hynë në një fazë të re bashkëpunimi. Si dia dhe sot. Është një lumturi e madhe për mua të jem përsëri këtu. Një vit e gjysmë pas vizitës sime të vjeshtës 2023 dhe pas vizitës suaj në Paris në 2024. Ministrat tanë janë gjithashtu takuar njërën anë në tjetrën për këtë agenda me këtë intensitet të paparë. Pjesë e agendës së vizitës ishte edhe inaugurimi i shkollës prestigjioze franceze të kodimit Ekol 42 në Tiranë, një qendër moderne për edukimin digjital të të rinjve shqiptar. Rama dhe Macron patën mundësinë të bisedonin me të rinjt që ndodhen në këto mjedise, të cilët ndan përvojat e tyre të para në fushën e teknologjisë. Vizita zyrtare kulmoi me një darkë zyrtare të shtruar në Pallatin e Brigadave, ku të pranishëm ishin figura të rëndësishme të politikës dhe diplomacisë shqiptare dhe franceze. Kjo vizitë konfirmon përkushtimin e Francës për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe në zhvillimin e fushave kyçe për ekonominë dhe sigurinë.